kur më ka linë nana mu, edhe ketën me dëgjoj se vesh na ka linë, se të në kohën, se di, më mdoket vetja prej që kom linë, jem me muzikë. Tash e 3 vite përmende që vetë se je më aktiv edhe si DJ i Getit dhe je ndoshta gjatë tërkohës në lëvizje dhe ke mujt me pa edhe ndryshimin përgjithësi të neve në vende ndryshme ku ka shqiptar. Si është raporti temi edhe në aspektin profesional edhe personal me Getin? Po mirë, Geti është një kogja detajist i ka është problem shumë se ka shumë qef një kong, për shembull, nëse unë jam të lujt në klub, e kom bo ma vonë se e din e ke lujt qëtash, nuk e ke lëshu qëtash, po e ke lëshu ma herët, i ketë senit ka qef mi pasë në vi. Është pak detajist, shumë, jo pak, po kogja shumë. Ama kështu është, okej, është artist, artisti duhet mi pasë ketë senit që ashtu në vi, por që ata është sot ku është, por mendimin tem. Në përgjithësi, është një person që ndoshta pranon edhe këshilla, kritika, konsultoheni në aspektin e muzikës? Zakonisht, kur bën ai projekt të ri, mi dërgon, ose në makinin dëgjojmë bashkë, edhe ja bëj, mundet që kjo qështu, mundet që kjo qështu, se aje një ndryshe, ndëgjë ndryshe, unë ndëgjë ndryshe me vesht. Se cili e ka atë shijen e vetë, paka shumë. Po, kështu bisedojnë, në përgjithësi për projekte, për sanet që ase... Në përgjithësi, mendon që të marrë parasysh që Geti tash sa dekada është në skenë, është ndoshta problem ndonjëherë edhe me kriju diçka të re, me pru diçka të re, nuk ka shumë që ka lansuar edhe albumin të mirëpritur shumë nga publiku. Nuk e ka problem, Geti nuk e ka problem, edhe është halatu punu, ka nështë edhe një album tjetër mundet me qitë, se ka shumë projekte që ka përfundu, nuk nalet punon shumë, eksperimenton shumë në për zhandre, si në zhandre të reja, si të vjetra, si eksperimenton shumë edhe nuk e ka problem. Nështë edhe një 10 vjetë nuk e ka problem hiç me punu. Po në raportin tash edhe si aqë, sa shpesh je mes Tiranës, Prishtinës? Agja Stars. Agja Stars. Po mirë, unë po shkoj shpesh, biles ndoshta sot e kam mendjen me shku, po Margeti është një angel, është një spodi ka epë shumë dritë shpis, është shumë e dashme, në njëjtën kohë edhe është shumë e gjallë, tepër është e gjallë, edhe është shumë e mëshme. Kërë ka përngja me shumë Arinës apo Getit, apo është një mix kështu i mirë? Mix është, këgja mix është. Mix është, po është shumë e menqër është. Po e shumë edhe një fotografi këtu, po në përgjithësi të marrë parasysh që edhe Geti dhe Marina janë mjaft të angazhuar në përditshmëri. është vështirë me mbajtë temi kështu raport të përditshëm me Marinën, me Getin, të marrë parasysh jetës së shpejtë, jetës dinamike që e kemi sot, jetës mes Tiranës dhe Prishtinës njëtën kohë. Po ato i kanë edhe tash edhe bizneset e veta që i kanë hape, që po angazhime shumë kanë, çdo fundjavë janë dikon Milano atje këtu, po na kontaktojmë shpesh shihemi, ndoshta çdo 2 javë shihemi, lidhemi këtë familja shihemi. Është okej, po angazhimet tash jeta ka ardhur që ashtu dinamike, nuk po mundesh milion angazhimet, po duhet me punu. Në përgjithësi, sa ke pas përkrajen të familjes në krejt rrugtimin tënd? Po normal, mos me pas përkrajen, nashta as Geti nuk ishim mujt me arrit në qët nivel. Përkraja ka qenë gjithmonë e dyanshme edhe prej babit edhe prej mamit. Ko atëherë na kanë mu, s'po di, në atë kohën kur kom qenë une për fmi, po me nëj fmi, krejt, nështë 6-7 vjetë, në atë kohë s'ka kom problem, nuk e pas as studio, as nuk e pas, ka qenë problem, kur kanë udhëtu prindit na kanë blet gjithë diçka një diçka, njerë një mikrofon, njerë një diçka, që ashtu kena improvizu në përshpe. Dhe me thonë, qysh në fëmijëri ka lindë kjo dëshira juaj për muzikën, a? Po, e kom thonë edhe më shpesh që kur më duket që kur më ka lindë nana mu, edhe Getin me dëgjoj se vesh na ka lindë, se të në kohën, se di, më duket vetja prej që kom lindë, jem me muzikë, non-stop me muzikë.